Të nderuar bashkëtarë të Rogozhinës, të nderuar dhe ulësit të kafeneve që nuk e dini si e gjeni qetësim. Sot nuk jemi mbledhur këtu për politikë ditore, jemi mbledhur për diçka më të madhe, për shtëpinë tonë, për dinjitetin tonë, për të ardhmen e fëmijëve tanë. Njoftimi për shkrijen e Bashkisë Rogozhinë nuk është thjesht një ndryshim në letër apo në hartë administrative. Është një vendim që prek drejt për drejt jetën e secilit prej nesh. Por çfarë do të thotë kjo për ne? Do të thotë që për të kërkuar një shërbim minimal do të duhet të udhtojmë drejt një qendre tjetër. Do të thotë që taksat tona nuk do të indeksohen këtu në shtëpinë tonë, në Rogozhinën tonë, në rrugët tona, në shkollat tona, apo për fermerët tanë, por do të shkojnë për të plotësuar nevojat diku tjetër, duke lënë zonën tonë në harresë. Do të thotë që zërin të zbehet. Nëse humbasin autonominë tonë, askush nuk do të mendojë për Rogozhinën me të njëjtin përkushtim si ne që jetojmë këtu për ditë. Rogozhina ka historinë tonë, ka dignitetin, ka ekonominë dhe komunitetin e saj të mrekullueshëm. Ne nuk jemi thjesht një periferi në hartë. Ne jemi një komunitet që meriton respekt, shërbime në shtëpinë tonë dhe përfaqësim të drejtë për drejtë.